Zonja Tabaku filloj me njerë. Ju do t'jeni në listën e hapur të Partisë Demokratike. Ku është shumë e vështirë për të zgjedhur deputet, themi realisht. Ka 12 në listën e mbyllur PD-ja. Tani PD-ja thotë që do marrë 20, e kupton. Edi Rama thotë do marrë 40. Po ti mbledhësh, edhe këta të tjerë të rinj që kanë dalë të gjithë, dalin një 80 deputet për Tiranën, po jo, 37 janë. Kështu që problemi është mjaft i vështirë. Në fakt, ju i bët të gjitha përpjekjet të ishit në listën e sigurt. Votat në primare i morë duke rezultuar gruaja me votuar, realisht. Por as pyeti njeri për votat, madje edhe përpjekjet e tjera për të treguar mbështetje ndaj doktorit, i bët maksimalisht, por pa rezultat. Duket këtu sikur... Ja, nuk lët, do më the nuk lët gjipa berthe, me deri edhe, ta themi në mënyrë figurative, me metaforë, edhe deri dhe një valle u pashun, kishit ishte edhe vallen, ja, më shumë duket ky i Lezhës aty, në valle, Gjekmarku është aty shumë i gjira i për të kërqyet, dhe këndoni edhe këngë për doktorit. Ka shumë këngë preq, po të bëshre, Redi Ramën mund t'jesh për shumë 200-300 këngë në momentet që jemi, po për doktorin ka patur shumë. Biletet për Tom Doshin kishe një 3 këngë, se unë hapa këngët, dhe kishe edhe për Tom Doshin 3 këngë, 4 këngë, populli këndonë kë. Ja, tani për shumë, ja, këtu ka këndonë është edhe Jorida e të gjitha, Gjelali që ngredhe duart e të gjitha dhe edhe këngët gjitha për të ata i futi. Gjelali ka futur në listë mbyllur për të hapur. Gjelu ku është? Të hapur? Mbyllur është. Unë po pres pyetjen. Tani pyetja është... Po pres. Pyetja është... Si ka mundësi tani që ju i bët të gjitha përpjekjet e të gjithë, por doktori bëri një spostim. Pse? Në këtë mënyrë ndërtojmë ne... Emisionin. Ky është lloji që ne bëjmë, e kupton? Ne na duk si kur doktori, mos është çështje besimi a gjëra kështu, çfarë mendon ti tani? Çfarë është kjo? Tani Ylli, se çfarë mendon, unë nuk e di, unë do të them ashtu si e shoh unë dhe si e kam kuptuar dhe perceptuar unë. Së pari njëherë unë kam qenë privilegjuar, them drejtën, me shumë mundësi që më janë dhënë politik. Me mundësi për të përfaqësuar qoftë në bashki, qoftë në parlament, kryetare e Komisionit Çështjeve Europiane, kam drejtuar Komisionin Hetimor, pra i kam pasur shumë mundësi. Tani kam një sfidë tjetër. Lista e hapur mund të jetë edhe një sfidë elektorale, mund të jetë edhe një strategji elektorale. Listat e Partisë Demokratike janë ashtu siç janë. Nuk janë fasad, janë ashtu siç janë njerëzit me kontribute, njerëz me eksperiencë, po njëkohësisht edhe një grup figurash të reja. Nuk do të thotë që dikush e mat punën e tij dhe kontributin e tij në politik me një cikël elektoral. Puna dhe kontributi në politik janë të shtrira në kohë, nuk maten as me fitore, as me humbje, sigurisht që maten me shërbimin publik, me të mirën publike, me sa kontribon në një parti politike, dhe unë mendoj që këto i kam bërë. Edhe për primare, ju futa një sfide që nuk e dija se si do e prisnin demokratët, sepse isha në një moment më ndryshe se kolegë tjerë. Dhe demokratët mirë pritën shumë mirë. Sepse unë jam pjesë e strukturave që 16 vjeçe, nuk kam ardhur e imponuar jashtë nga partia. Jo, me ty jemi në ditë histori. Kështu ishte, në qoftë se më loj që ta... Jemi shumë okej me ty. Zoti Rakipi, të dëgjova me shumë... Jo, po, pa të ndërprer... të gjë që... Pa tjetër, pra do më lësh... Atje kanë hyrë njerëz që s'kan lidhje. Po, do më lësh që unë ta përfundoj diskutim. Okej, përfundoj. Dhe kështu mendua lista. Unë pate një diskutim gjatë me zotin Berisha për këtë çështje. Dhe i diskutova, e thash në fakt edhe publikisht që unë mendoj modestisht që e meritoja që t'isha në listë të mbyllur, tashmë jam listë hapur dhe këtë sfidë jam duke parë se si mund të rritem. Se si mundet ta shikoj me një perspektiv tjetër, se si mund të më shërbej mua për të ardhmen dhe unë kësaj sfide jam futur për ta fituar. Ky sistemi është shumë i vështirë, nuk është i thjeshtë. Sistemi është jashtëzakonisht i vështirë, kush e provon në terren e di. Sepse shaqja është për dhe i fortës sa nuk merret me mend. Dashi shkret, për shembull, Dashi. Tani se nuk është i shkret Dashi, po... E them në mënyrë figurative, Dashi, iku, preq. Tha, Dashi tha, shikota, këta duan votat time, tha, që ti marrin këta tjerët, edhe unë po iki, tha, iku. Nuk të mikë, Tani, unë jam futur në këtë sfidë për ta fituar këtë sfidë. Unë nuk mendoj që në Partinë Demokratike dikush vlerësohet
se ka një mendim ndryshe. Përkundrazi, e kam konsideruar vlerë që brenda Partisë Demokratike ti e thua mendimin tënd ndryshe. E thua? Po e kam thënë. E kam thënë mendimin tim ndryshe. Edhe jam në Partinë Demokratike. Jo, ti mund të thuaj, po pikrisht pra, mos ndoshta edhe për këtë mendimin ndryshe. Nuk besoj. Kalove direkt në listë hapur? Unë nuk besoj që kjo... Në det hapur, është dhe një frazë këtu në Shqipëri. Kalon direkt në det hapur. Kisha ko pa ardhur ke ylli që nga autostradat e Florinda, nuk e mbaja mënd që zoti Rakipi të ndërpret gjdo fjali. Jo, po të kitë qartësojmë edhe unë dhe ata që të gjojnë. Unë besoj që ti e shumë i qartë, po të flasë dhe unë se si është e vërteta. Dhe nuk e marrë me asë një loj kompleksi, nuk e marrë me asë një loj qef mbetje, për kundrazi, në fakt më ka shërbyer edhe kjo periudhë, shumë njerëz më kanë treguar mbështetjen. I është dukur sikur kjo periudhë dhe kjo sfidë që unë kam përpara, i është dukur sikur ndoshta më është bërë një padrejtësi. Dhe unë, sinqerisht, jam duke e marrë këtë sfidë pikërisht për ta parë nga perspektiva e rritjes time. Se si mund të vazhdoj që kontributin tim Partinë Demokratike ta jap dhe unë do t'jem në parlament, sepse gjitha mundësit janë që unë t'jem në parlament. Dhe ne të zhërëm që t'jesh. Dhe unë do të bëj maksimumin tim, kam mbështetjen e Partisë Demokratike, kam mbështetjen e struktura, po njëkohësisht edhe një grupi më të gjerë qytetarësh për disa gauza që kalojnë përtej partisë dhe që kalojnë përtej edhe diskutimit që ndoshta ka Partia Demokratike. Një grup njerëzish që është folur për ekonominë, që është folur për profesionet e lira, që është denoncuar korrupsioni, çështje të cilat në emër të Partisë Demokratike ne i kemi bërë bashkë me një grup kolegësh. Atëre para se kolegët të ftorit të ndryjnë për të pyetur, ju realisht tani, e dua shumë realisht, nuk jeni ndinjuar që ju fituat primaret dhe nuk kvalifikuat realisht. Se për shumë unë 30 majtë, pa ta thonë partia ime më dënon. Edhe ata japin jetën për partinë. Të majtët, këta që kanë dalë në listë hapur e gjithë. Në det hapur. Shiko, zoti Rakipi, po t'ishte në atë listë dikush që kishte marrë më pak vota se mua në primare dhe do t'ishte në listën e mbyllur, atëre sigurisht që ishte gjithë e drejta për t'u indinjuar, po të gjitha ato persona që janë në listë mbyllur janë për arsye o të funksionit, o të marrëveshjeve me aleatët, a pyetja që lind në këtë rast është, a duhet t'i përmirësojmë në primare dhe t'i përdorim si një instrument atëre kur duhet, dhe t'i përdorim ashtu si që duhet, sepse në këtë rast neve bëm një proces primarësh i cili për listën e Tiranës nuk u realizua. Po ju duke qenë në ashtë të Partisë Demokratike, në palës të saj, edhe për nga mënyra se si vini, nga mënyra se keni punuar, si që thatë, nga vini e të tjera, unë tani nuk mund të them ju tani që u bëj kevin për të thënë që aleatët që keni zgjedhur ju, janë duhet të zini një vend më primar se ju. Shiko, zoti Rakipi, me të gjithë dashamirësinë që mund të keni ju ndaj meje. Kam të ju, kam të... Jo, e keni tek parimi, e kuptoj, e keni tek parimi.